Astrid ka fjallën. Astrid. Ta shërmar këtu, Ramaboja se cili ka drejt me shprej mendimin e vetë. Mirë, po na kemi pas një letër të ambasadorës amerikane. Të dhejshë ushtrusës dhe tyre, ku na ka që një letër, na ka thonë Amerika që shto eshe ndërtimin e gazjes. Dhe ka thonë që kjo është çështje strategjike. Që kjo është çështje strategjike. A do një më orientu me neve, apo do një më orientu me Rusin? Përgjigjen atë me em këtë punë. Tashti, kush do të që thëtë se kushton shtrajt pak ajo, se botë kështu, se si kem porët, se kopë, se që kjo ka me qenë argumente, i thënjes jo, se kjo është t'ju ndreq, që kjo projekt e falimenton Kosovën. Se të që thëtë këtë pytë, du të mja boj pytje vetën. So ka kushtu një Tomahawk, 99. Dhe a ka qenë intervenimi i Amerikës, intervenim geostrategjik apo jo? A e keni mo të sa ka kushtu? Dhe dyti, nuk u qua Amerika, as një aliat me thoa diçka, të ashtim në gazin, këtë vetë t'i varfnujmë. Se me kohën parashtu, ja u këshin shti do shtetë me catë kam probleme. Ja këshin që Kinës, a ja këshin që Iranit, a ja këshin që najkus, ishin orë me që në Kosovë, mi sakatu 1.5 milion banor pa i boj kurgjë që jenë pro-Amerikan. Pro t'i ki përgjënë thjesht. Nuk kiti, do më thonë, zdyti me bo politika në televizione publike, me politikë, me shtetin e Shqipnis, jo veç me tonë. Ti, për i kalzonë në Shqipnis, që do të me boha jo? Edhe për i kalzonë Shqipnis për thu, unë e hirë aksionet të ti, pa thire jo vlo kushtu. A u që Shqipnia me thonë, a diçka, apo vjen të na atje, të porti i Vlorës, heni aksionarë dhe bim gazit. A tha, kryeministri i Kosovës që ka folë me ne politika të Shqipnis, s'ka folë, sepse nuk flet me kryeministrin e Shqipnis fare. Nuk flet me kryeministrin e Shqipnis. As takimet më shefta, as takime private, as jo private. Pra përgjigja më bëhet shumë e thjeshtë. Nuk kemi nevojë manipulu kërkën. Sepse këto manipulime janë të rrezikshme për këtë vend. Që të ka thonë, ti mundesh me thonë jo dhe s'po du. Mundesh, edhe ato. Ka plot shtete që mundesh mu po kop fort, edhe me thonë s'po du. Mirë për përgjigjen e ki, ti nuk kimi kallëzu çka o mirë Amerikës. Ata e din që o geopolitik, ata e din që o geostrategji si pas tëre. Tashti, me operu me kësi, s'ko pëse më lidhë Serbia në këtë vi. Po që to pytja? Që to pytja se Serbia, të s'po lidhë në vinë e Serbis. Serbia po lidhë në linjë Amerikane. Dhe këtë që kjo projekte ka njësë, të lufta në Ukrajinë, kur që atë jo po, qka do me thonë një jep, Rusis që ja ka jep, Evropa. Fuqin mbi Evropën për mes gazit. Ja ka jep Evropa. Ti s'po lidhësh me Rusi. Po s'kite më lidhë me Rusi. Po pikërisht që s'duhet më lidhë me Rusi. Prandaj nuk duhet me zëngoj Rusin fare. Pikërisht që mos më lidhë me Rusi. Po vetëm ambasadorja po e zëngoj. Po shiko, ajo e shohi rajonin si tërsi interes. As gjatë keqin këtë në. Ata ka që i letër nërmat. Ka thonë, apo bo është me mu. Se për mu që kjo që ja me mu ja me arushë. Që është interesi ekonomik, po ti din këto punë. Ajo ka thonë, a është interesat për Kosovën, qëta për ta spikon asë që është interes për Kosovën. Pe Rusin, Mos u boni dvorën pe Rusis, pik. Që kjo është? Po nas jemi të varë. Qysh si e mëre? Pekojte me rrymën. A blen qindra miliona rrymën? Atin të gjohë pekojte blen. Se në trek Evropian e blen. Ka orë. A dim gjora ka orë dhe rrymë. Në dim kush ne ka shqit ne. Ka mora e e dim. Pse në mendojmë që Ungaria nuk shete, nuk qatë këllë bëva ki rrymë nga Rusia. Pse në thoi nga sytë duka që s'po thëmë që e bojnë. Pa a e dim na, se dera ma bojnë. Po nëse dikush e din Shtetet e Bashkuara të Amerikës që i kanë informatat. Se dhe kryeministri dhe i ke, më kallëzoj t'i shka ambasadori Amerikan dhe ndrova vendimin. Se kësha dit as vet. Se kësha dit as vet. Për Verika